Mirëmbrëma të dashur shikues të televizionit Shpresa. Ju kërkojmë ndjes për vonesën për arsye teknike elektrike që po dalim me vonesë. Sot të ftuar kemi në studio profesor Plum Pilinçin. Profesor, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Përshëndetje. Profesor, sot televizionet flasin për vizitën zyrtare të zonjës Ivanka Trump bashkë me burrin e saj, e shoqëruar në masa të rrepta sigurie. Zonja Ivanka ka kryer disa vizita të ndryshme. Pritet të kryej vizitën me zotin Rama. Profesor, a mund të na thoni më shumë rreth kësaj vizite zyrtare të vajzës së presidentit në Vlorë? Mirëmbrëma shqiptar, kudo që ndodheni, gjithmonë në Shqipëri bëhen lloj dallavere për të mbuluar gjyrmat e hajdutëve që kanë 35 vjet. Gazetarja më thot që të gjithë televizorit e Shqipërisë, do me thënë televizorit e Edi Ramës dhe të Berishës, flasën se Ivanka, vajza e presidentit të Amerikës, bashkë me të shoqin, na pas kanë erdhur këtu zyrtarisht. Të dashur shqiptar, unë u kam thënë dhe përpara, në tokën e Shqipërisë, në tokën e shqiponjave, nuk vjen me dot njeri të marri diçka. Sepse kjo tokë është larë me gjak, dashur shqiptar, Ivanka ka erdhur gjithmonë këtu. Por Edi Rama ka 25 minuta që është nis nga Tirana. Para se unë të dilje këtu të vinje lartë në televizor, është nisur urgjent që të takoj Ivankën e presidentit të Amerikës. Beson e mendon ai që do laj poshtërsitë që ka bërë për Shqipërinë për 35 vjet, që i vodhi, që i përzuri nga toke e Shqipërisë. Ivanka le të vi kur të doj turiste, por aman, që të viret Vlora, policia e Vlorës, mbrapa. Ajo nuk është e nuk do të jetë kurrë që të vi zyrtarisht. Të dashur shqiptar ka një rregull ligj ndërkombëtar. Sidomos Amerika ka një kushtetutë e një rregull. Nëse vjen një person, ambasada del dhe pret në avion, kurse ajo ka ardhur me jat nga Greqia. Të dashur shqiptar, kjo qeveria që u ka ripur, u ka vjedhur, u ka coptuar, çfarë nuk po bën këto ditë të fundit. Na sjell ka Jovankën e Jovankave, na erdh ka këtu në Shqipëri me burrin e saj, me një hajdut. Baba i tij ka qenë në burg. Vjen këtu sepse këta dashur shqiptar parat i maten me metro kub. Florinin e vjedhur të zotnive të parë para 46 vjetëve në regjimit komunist, që u amuar njerëzve, ato para janë këtu dashur shqiptar. Janë këtu dhe këta po i shfrytëzojnë. Po i japin para lloj kallapi e lloj njerëz që vinë në tokën e Shqipërisë, që s'kan as autoritet. Pra, si që thash më parë, presidenti besoj se nuk do të di që ka erdhur, se po ta di, a i di rregullat. Këtu tokë e Shqipërisë ka zot, pavarësi se s'ka qeveri, po ka familje dhe patriot që e duan kombin e Shqipërisë, që ka luftuar gjysh stërgjyshi për të çliruar Shqipërinë, ne kanë coptuar. Po si thash më parë, le të vi kush të doj, turist, të harxoj para. Por ne jemi në verifikim dashur shqiptar. Në kjo hotel, sa harxon, sa naft harxuan sot, me dhjetra makina të policisë, su kur kështë erdhur këtu Perëndia. Ka erdhur një Jovankë e presidentit, big deal. Do me thënë, kujt i bëhet vonë se ka erdhur.
Presidenti Amerikës qose dëgjon, unë e di që ai i dëgjon gjithmonë kur dalun, ke bërë shumë gabim që e ke dërguar vajzën dhe shëtit në tokat e Shqipërisë. Unë të thash, dije, president, Dan, të kam thënë dije. Bi çfarë të duash me vendet e tjera, pak mi intereson. Po mi intereson në tokën e Shqipërisë, që jam gjysh tërgjyshi në këtë vend, po mi intereson dhe toka e bekuar e Amerikës, sepse jam Amerikan. Nuk jam si gjithë të tjerët që kanë vajtur turist, por pilin që ka vajtur i marrë nga Amerika, i streuar në Amerikë, nuk kanë vajtur për punë, po kanë vajtur për seriozitet politik. Pra, të dashur shqiptar, le të vinë sa të duan Ivanka në tokën e Shqipërisë. Le të vinë Gjeri sa të dojë, është burri saj. Po unë sot kam problem me Edi Rama. Edi Rama do mbash përgjesi penale. Për policin që ke lajmëruar, sidomos i drejtori policisë, që e shoqëroni mbrapa, që po hargjoni naftën e benzinën që populli shqiptar nuk ka bukë të hajë. 10 makinë, ne jemi në verifikim minutën që ka ardhur me jatë nga Greqia. Po t'ishte serioze, që nuk është serioze, ambasada amerikane i dilte dhe vinte nga aeroporti jo hajdut lekshe nga Greqia, nga armiku ton shekullor. Pra dashur shqiptar, rini të qetë. Sa t'jemi gjallën e në tokën e Shqipërisë, nuk merë do të njeri. Nuk e ka për të coptuar, njëherë na i coptuar në Shqipërinë Englezët, Churchilli me Stalin, po jo me. Unë nuk kam thënë më para ne kemi Chelsea më kryesor. Ne nuk pyesëm as president të Amerikës, sepse unë jam Amerikan, edhe flas me kompetencë, me kushtetutën amerikane. Rregulli është ndërkombëtar. Presidenti i Amerikës nuk ka drejt të dërgojë fëmijët e tij të bëjnë dallavere në tokën e Shqipërisë e të vinë nga Greqia. Për arsye se ambasadore në Greqi, djali i tij kishte grua me 2 fëmijë, la gruan dhe mori një tjetër dhe ajo na qenë ka ambasadore në Greqi e kërkon të hapi, të marri naftën e Shqipërisë në tokën, në detin ton, po gjë kur s'ka për të ndodhur. Pra, të dashur shqiptar, t'jini të qetë, pavarësisht se qeveria sot është Edi Rama, po ne jemi në kontroll, ne si që kam thënë, ne kemi qeverin teknike dhe unë po u flasë ju sot me kompetenca, si kryeministri i qeverisë teknike, si adhetar i kombit, si patriot i kombit shqiptar, ka ardhur koha e patriotizmit. Greuni patriot të mbroni tokën e Shqipërisë nga këta hajdutët që janë këtu. Nga këta hajdutët që ngrihet Edi Rama, si që thash, po thuaj kalovi 38 minuta, besoj që është afër fjerit, për të vajtur, për të dukur, po jo mo Edi Rama. Jo me Ovankë dhe takojsh ti, po dhe me presidentin e Amerikës, ti je drejt burgut. Jo ti, por si familje, fisin, si shoqërin që ke, që i bëre ministra, shëndetësisë që janë sot të burgë. Ti do e shorgjen në burgë, për këtë gjestin që ke bërë, për këtë që ta ka dërguar Greku, kryeministri grek, sepse kryeministri grek, para 3-4 jave, ka qenë me ambasadoren e Amerikës, që është nusja e djalit të presidentit. Si që thash, a i kështë një grua me 2 fëmijë, la gruan, mori një tjetër. Unë pazari. Pra, rini të qetë dashur bashkëdhetar shqiptar, sepse ne shëgojmë kush hyn e kush del në tokën e Shqipërisë.
Në këtë drejtim i them dhe ambasadës, që është në Tiranë, ambasadës time që është ambasada e Amerikës, keni kujdes, se a nuk ka erdhur zyrtarisht këtu, po ka erdhur sepse e ka ftuar Edi Rama, për të dukur që të shpëtoj. Po as Edi Rama nuk shpëton dot, as Edi, as Berisha, se këta janë bashkë. Këta po binë çmos të dashur shqiptar. Policia s'ka bukë të haj, është me këpucë të vjetra. Këta shpenzojnë naftën, vargu i makinave në përvlorë, është blokuar Vlora, se ka ardhur një Jovanka. Sa Jovanka kanë erdhë dhe do vinë e do ikin, ne nuk pyesëm. Turistë le dikush dojnë, po që të marri dojnë pjesë, sidomos Sazani, që është hekur e Qelnik, vendi që mblon kombin e Shqipërisë, aty është ushtarake, aty është Amerika dashur. Aty janë oficerët madhorë. Pra të dashur shqiptar, mos u shqetësoni se çfarë thonë këta, se çfarë bëjnë këta. Edi Rama do mbaj përgjegjësi penale personale për atë që është nisur drejt Vlorës për të takuar Jovankën në hotel. Pra, këto dallaveret e këtyre kanë përfunduar, si që thash, në qeverinë teknike e bëm, jemi gati për të kaluar në zyrat, do shihni nesër e pas nesër do arrestohen shumë njerëz do arrestohen zëvendës kryeministrja, sepse deri nesër e ka deri në orën 9 të mëngjesit. Pra të dashur shqiptar, mos shkoni televizorit propagandën, ajo është propaganda e Edi Ramës, sepse Edi Rama është duke mbytur edhe kërkon të shpëtoj me Jovankën e me dhëndrin e presidentit të Amerikës të Dani. Dani. Shumë gabim po bën. Pra, lajmërohet të dëbit ikin nga tokë e Shqipërisë, se këtu nuk e bllokon dot njëri tokën e shqiponjave. Jemi gjallë ne. Ne kemi mashën e për në Amerikë e për në tokën e Shqipërisë. Jemi dikushi. Pra, presidentët vinë e ikën, por si që thash më përpara, në tokën e Shqipërisë nuk merr dot asnjë çop. Pavarësi se Edi Rama me ish kryeministrin e englezëve, ai po i bën këto dallavere. Të na thotë Edi Rama sa i paguan $200,000 në muaj. Si ish kryeministri i englezëve, po ashtu dhe grua së tij. Pra po mundohet me çdo pjesë, po jo Edi Rama. Do përfundosh në burg e do përfundosh shumë keq. Bilem do përfundosh dhe do vesh në burg në Amerikë. Profesor, SBA trondit SPAK-un. Amerika jep ultimatum SPAK-ut. A mund na shpjegoni për cilën ultimatum bëhet fjalë? Të dashur shqiptar, dosjet janë përfunduar të gjitha, po e përsërit e njëherë, dosjet e vjedhjeve, vjedhjet që kanë bërë, pallatet që kanë bërë, hotelet që kanë bërë, janë këtu, do t'i keni ju. Dosjet janë të përfunduara, fletë të arrestimit janë bërë gati, që ka kohë, po thuaj, po shpëndajen sonte shumë, përse është këto dosje. Dosje dashur shqiptar është dosja piramidave, që u vodhi ju. U amori dhe atë para që e kishët bërë me djers në për rrugët e Evropës. Duke mbjell ullint e duke mbledhur e duke larë plakat e grekëve. I muar të borç ato para dhe këta kodosha me ndihmën e Serbisë u amuar u bë piramida. Po su ngopën me piramidën, bën 97. 5.000 vete janë vrarë. Djemë të rinj. Djemë të që ka nevojë kombi shqiptar, shpresa e kombi, u leminuan. Prapë su ngopën,
s'lan fabrika, s'lan je pa prishur, arritën dhe hekurudha, i muar hekurat e hekurudhën, e bën Shqipërinë cop-cop me urë të Serbit, me urë të këtyre shqipfolsve që kanë qenë në qeveri të dyja partitë, si Berisha dhe Nanua dhe më në fund Edi Rama. Po prapë su ngopën, duke prishur fabrika, i dha naft Serbit, i dha një ushqim për të vrarë bosnjakët. Ata janë shqiptarë, kanë preardhën nga Shqipëria. Po vranë kosovarët rreth e 9-ën, u bëreshti tamam si dikur më 44-ën, që ikën qamrit duke vrarë me bajaneta deri në ullishtet e Vlorës. Ashtu unë javi dhe vëllezërve tanë, krahinës tonë, Kosovës, Dardani, duke vrarë në përdëbor, që edhe sot nuk i dihet ku janë eshtrat e kosovarëve. Prapë su ngopën me atë, bën gërdecin, e hodhë bombër, vranë fëmijë, i vranë pa bukë, vdiqen, ikën nga dynja, pa ngopur me bukë, pa ujë, kalamajnë, mbanin fishekën, për t'i shitur për të bërë dallaverë. Është bërë edhe një film për atë. Për sërisu ngopën. Të dashur shqiptar, bërë 21 janari, do me thënë sot, është 21 janari, vranë 4 veta, plagosën 10. Po kush i vranë? Nga dritaret e kryeministrisë, sa asaj kryeministri të mallkuar. 46 vjetë me regjim bolshevik, aty u bën planet, që u vranë patriotët, që u vra e tërë Mirdita, u vra shqiptarët ku do që ishën, u vranë patriotët e Shkodrës, u vranë Huksi, Dibra, u vranë Labria, aty beshe plani, u vranë intelektualët e Korçës që qushe dikur Parizi. S'lan gjë pavrarë, në atë kryeministri, u vranë 4 fukarej, 4 që s'kishin bukë me shpi, me parullën e Edi Ramës, do hajdeni se do bim qeverin, ik Berish të vishti, i Gjenjen, pa bukë, u vranë, pa pik turpi sot, kryeministri, që është Edi Rama, del me trëndafila, dhe thot, që si vjen turp, që thot, vjen e thot, ja thot, gjyqis është bërë, spaku është bërë. Pra, dashur shqiptar, gazetarja thot, çfarë po bën spaku, unë e kam thënë dhe e them, në spak, paguhet nga Amerika, nuk paguhet nga Ivanka, e nga dhëndri i presidentit të Amerikës, po paguhet nga taksat e shqiptarve, e amerikanve, që punojnë dhe taksat vinë në byron kombëtare dhe në spak. Pra, do arrestohen të dashur shqiptar, jo qindra, o mira. Pra te që kanë bërë ju në përgjyqet, që si keni mbaruar akoma, me pronat kishe sot në takim, një patriote nga Vlora, një mbesa e një patrioti, se shnevoje ta them emrin, në përgjyqet, nga 20.000 paguan, marrën para borç, nga gjyqi parë më të dytë, më të tretë, atë që kam thënë unë më në 10. Talin me pronarët real, po u thonë, ish pronarët, jo, janë pronarët. Pra të dashur pronarë, ku do që ndodheni, ju domini pasurit tuaj dhe demi që kanë bërë këta rrugaqë, këta të qeveris, këta që bredhen me makina të zeza, këta që bredhen për darka e për drejt ngrihet kryeministri i Shqipërisë, për të mendosë se shpëton,
e ngrihet e shkon në Vlorë me delegacion. Përse vete? Përse vete? Vedon se do shesi, po jo more Edi Rama, more bolshevik, po jo more faqezi, që po e beni Shqipërinë e keni bërë cop, e keni shkatruar, i keni ullur autoritetin për televizore, qas nuk nëzirni. Pra gazetare, këtu po shoh edhe zvenc kryeministrin ajo, do gëdhijet duke arrestuar, pra shoh Berishën, shoh Edi Ramën, shoh dhe kryetare gjukatës, nuk e di pse është presidenti aty, s'ka pun fare për këtë pun. Pra, fletë të arrestës të dashur shqiptar janë bërë dhe do gjykojnë për këto. Pasurit janë këtu, do t'i keni ju. Profesor, sot Edi Rama u pronocua për 21 janarin. Tha që familjarët e tyre nuk po gjenë drejtësi dhe ishtrat e tyre nuk po gjenë paqe. Profesor, zoti Rama ka qenë për 13 vjet kryeministër. Pse nuk është bërë asgjë? Një të dashur shqiptar, gazetarja e paska parë Edi Ramën, si që fillova pak, po të shqipo e përfundoj më mirë, më rregull. Edi Rama çdo vit, të dashur shqiptar, i gënjen ata me në trëndafil të kuj, do të thot me gjakun e tyre tallet. Merë sa trëndafil të kuj, vim familjarët e tyre, këta s'ka buk të hanë, janë më fukarenjë. Kurse Edi Rama me kapot $2.000, me trëndafilat të kuq, e shini dhe vetë, dhe flet pa pik turpi, pse nuk është bërgjyq. Po ti e ke ndaluar më Edi Rama. Sepse ke 13 vjet kryeministër, s'paku si ishte bërë. Ke 13 vjet kryeministër, sepse prokuror di keni marrë pa diploma, se se ke përgjyqin. Edhe thua eshtrat e tyre nuk gjenë derman. Kurse fëmijët e tyre ishte fosh, janë rritur. Pra e ke fajin ti që se ke përgjyqin. E ke fajin ti që e ke penguar. Po del me internafila ty, janë vrarë. Dhe kur u vranë ti ishe në kullët, apo jo, e kemi fotografin, ishe gonje nga lartë, si vriqin njerëzit. Së kur vrisin zoqë, kërsiste mitrolozi, në katin e parë, me të djathë të kryeministrisë, si kur bente luftë me sërbët, vriste shqiptarët. Pra, ju i një vërtet sërbë. Vërtet 35 vjet ju një sërbë. Por Edi Rama, çdo heqësh ti në burg, sidomos sot, që s'kam me çfarë të bëj unë ty, që të nisësh nga Tirana e drejtim Vlorës, e të urdhosh policin e Vlorës, apo drejtor i përgjithshëm. A e dosja jote vetëm ngrihet. Çdo të thotë që të vjen gjithë policia, harxhoni, shqiptarë s'kam buk të hanë. Pra, gazetare, 21 janari është me ditë, dhe Berisha, jo vetëm Berisha, po edhe Edi Rama ka gisht në ato vrasje, janë të gjithë të bashkuar, e bëjnë qëllimisht, si shmendojnë ta bëjnë më datën 24, rëmuj, po jo. Nuk e bëjnë do të rëmuj. Unë nuk kam thënë dashur shqiptar, ne shëgojmë çdo gjë, kush hyn në Shqipëri dhe kush del. Çfarë bën në Shqipëri dhe çfarë merr. Si vjen bosh me çanta dhe si kthej. Si vjen gënjejnë këtu që janë milionerë në Amerikë, që s'është e vërtet, duan të bëjnë para në këtë tokën e shqiptarëve që kanë marrë vesh tërë lajmet për 35 vjet që doni të vini ambasador në Shqipëri, shkoni, ati është paraja, ati është Floriri, sepse ka punuar populli shqiptar për 82 vjet, është bërë slev. Pra gazetare,
çfarë të them unë për këtë qeveri, e çfarë të them unë për qeverinë që ishte përpara kur u vran. Këta janë së bashku, këta i vran shqiptarë, se këta nuk janë shqiptarë, këta janë shqipfolës. Këta si kanë lënë gjë me Shqipërisë. Vërtet ne kemi patur armiq qekullor, vërtet na kanë hyrë në tokën e Shqipërisë, që në kohën e Skënderbeut. Jemi thyer shpeshherë, por kurriz vëllezër nuk ja kemi thyer kujt. Kurse ju u kanë hyrë në qafë, u kanë marrë fëmijët, u kanë shpëm për të detit, që më 90-ën kanë ikur nga 20 vjetë, sot janë gati 60 vjetë, kanë ikur beqarë, sot kanë fëmijët nga 30 e ca vjetë. Të dashur shqiptarë, ejani në tokën tuaj, ejani në tokën e gjyshëve tuaj, ejani në tokën e baballarëve tuaj. Nuk ka me bukur, me vlerë se toka tënde. Sa do që ti jesh jashtë atë dheut për Evropë, je i huaj, nuk të përfill njëri. Toka tënde është me embël, buka shqiptare është me embël, pamarësisht se ka 35 vjetë, shqiptarët han buk me helm, sepse vjen drithi nga sërbët, vjen perimet, frutat, të lyer me helm, për të helmuar shqiptarët, për të kaluar 1 vit, 2 vjet, janë mbushur spitalet plot e përplot. E janë i shqiptarë, se për ty, për juve jemi këtu. Për ju po bëj këtë sakrificë, për tokën e stërgjyshve të mi, për tokën që është bërë ky flamur, nuk është i kuq kot, është nga gjaku me qindra vit, është nga gjaku i patriotëve shqiptarë. Këta kodoshat për 35 vjetë donin të hapnin luftën veri dhe ju. Asu ngopën komunistat për 26 vjetë që vranë tropojnë, vranë mirditën patriotët e Shqipërisë, vranë Kuksin që ka luftuar me sërbë, vranë intelektualët e Shkodrës, vranë intelektualët e Korçës që dikur qushe Parizi, nuk qushe Parizi Francës, po qushe Parizi i Korçës, se aty beshin republikat, aty beshin kostumet edhe shiqin në Francë. Pra të dashur shqiptar, këta për 82 vjetë i vranë patriotët. Kanë ngelur nipra, zgjoni nipra, zgjoni, që po u vrasën avash avash, po u vrasën me ushqime që hani me helm, me fruta, që toke e Shqipërisë çfarë nuk bën, dridh, fruta, bukën me temën, po hani buk me helm, po urdhojeni nga rrugaçët, po urdhojeni nga ata që nuk njohin babën e tyre kë kanë, minjorantët që ka patur histori e Shqipërisë me mira vjetë, janë këto 35 vjetë. A i shini kë keni deputet, nuk e keni zgjedhur ju, që disa thonë kemi dalë ne në votime, nuk keni dalë fare ju, vërtet e keni hedhur në atë kuti, po i kanë djegur në lanë, i kanë djegur në mali i Dajtit. Ato janë bërë qëllimisht, mere një parti pa një tjetër, janë pra këta urdhojnë, këto fytyra, që mendojnë që do mbulojnë që ka ardhur Jovanka, sa Jovanka do vinë këtu e kanë erdhur, tokën e Shqipërisë e kemi ne. Kur themi ne, e ne kemi në Amerikë. E po e them prap, dëgjoje presidenti i Amerikës. Amerikën e kanë forcuar shqiptarë me 300 vjetë më përpara. Shqiptarë, familja që ka qenë president Bushi, familja Pilinqi, e të tjerë e kanë forcuar që kanë bërë presidenti parë ishte shqiptar. Kur unë jam bërë republikan, ti se ke njohur, o president. Nuk e ke njohur. Nuk e ke ditur çdo të republikan. Unë sot jam shumë i natosur me ty. Ke dërguar vajzën tënde dhe dhëndrit tënd, pamarësisht se ti e ke dhëndër.
Po ai është me njollë të zezë. Baba i tij ka qenë për korrupsion në burg, për hajdut. Pra, familjet hajdute nuk marrën tokë në tokën e Shqipërisë. Edhe ato që hargjojnë këto ditë në për hotelin, restoranta, do t'i paguajnë. Sepse FBI-ja që shkruar amerikane për ato punësh, FBI-ja po më dëgjon mua, se ka dhe persona që punojnë në ambasadë. Ndikjeni mirë se ne po e ndjekëm, organizata jonë po e ndjekë ku janë e kus janë. Pra që të vinë në tokën e Shqipërisë, e të ngrenë këta rrugaqë, e të thonë, ja do vem të atakoj, e të venë makinat e reshtë, e të blokohet rruga e Vlorës, që ata s'kan bukë, s'kan ujë, të pinë, kurse për makinat pas ka benzinë. Sta e ka bërë naftë $2, për të dhenë dorovitur spionët e botës, ata që duan të marrë Shqipërinë. Pra, Edi Rama largohej sa më parë ish kryeministri anglez. I ke paguar $200.000 çdo muaj. Planet që ke bërë nuk të shkojnë. Shqiptarët të kanë dorë. Shqiptarët po donin të shpëtonin, po ti e ke mbushur plot. Të dashur shqiptar, arrestimet fillojnë nesër, të gjitha do e brenda. Pra, mos u tremnit se nuk ka në 97, ne jemi në shikim, pra ne dim ku shy në tokën e Shqipërisë, si vinë me jatë nga Greqia, natën apo ditën, si duken si biznismen, si duken gjoja janë milioner, po toka e Shqipërisë, 1 metro katror kushton 1 ton flori. Nuk e ble dot njëri, se është me gjak. është me gjakun e shqiptarëve. Pra, të dashur shqiptar, të më falni që kam ngritur tonin sot, por me këta kodosha, që këta e njerë po them ju që më dëgjoni, që po dëgjon gjithë bota kur dalun, sidomos armit qekullor, po s'kan që më bëjnë, shmos më bëjnë që unë të largojmë nga toka e Shqipërisë, mendoj se unë jam larguar, mendoj se unë do t'u lejo ju në balë, jo të dashur shqiptar. Unë këtu jam me ju, do bëjmë shumë shpejt Shqipërinë me kufi natyror. Rini të qetë, mos dëgjoni me televizore, se gazetarët që janë për televizor, që janë shpërdar, janë këta satelitet e tyre. Natë dhe mirë të dashur shqiptar, shikojmë nesër dhe ne jemi në ndjekje kush hynë, kush del, sa para merë dhe si merë. Për ty, Edi Rama e për Berishën janë ditët më të zeza që ju mendonit se ishën ditët më të bukura për ju. Por jo, janë ditët më të zeza për ju që shqiptar, e njerë u them shqiptarve, a jeni dakord që të bëni gjyq popullor, kushdo që hynë në Amerikë, në Shqipëri. E tjetë kushdo qoftë. Ne, ditën që bëjmë, ne do arrestojmë shumë njerëz. Pa marësi se është në Amerikë, pa marësi se është në Evropë, këtu do japë llogari shumë ambasadorë që kanë vjedhur tokën e Shqipërisë. Natë e mirë të dashur shqiptar, miru pafshim nesër në orën 6, na falni për vonesën, sepse drita të ushojtë në ju e dini çfarë po bëhet këtu. Pra, nes na pengot dot më njëri. Natë dhe mirë. Profesor, të falenderoj. Të dashur miq, shim transmetimin e radhës. Faleminderit.